Kompania Alba Konstruksion, SHPK në pronësi të Xhavit Ismailit, vëllai i kryebashkiaku të Vorës Fiqëri Ismaili, ka siguruar një tjetër kontratë të majme publike nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i drejtuar nga Drita Anangolli. Bëhet fjalë për ndërtimin e një qendre mirëse arje dhe një kull vrojtimi në kuadër të programit Zhvillimi Integruar Urban dhe Turizmi. Projekti, i cili ka një vlerë prej 5.590.000 eurosh me TVSH, u shpall zyrtarisht më 28 maj. Për tendrin konkuruan dhe kompania Fusha SHPK me një ofertë më të lartë dhe bashkimi Valbona Konstruksion e bashkë me të dhe TTSH Inshat, të cilët nuk paraqitën ofertë fare. Sipas përshkrimit të projektit, qendra e mirëse ardhjes do të ketë një strukturë me disa kate, në katin përdhes do të zhvillohet tregje dhe aktivitete komunitare. Kati parë do të shërbejë si një shkollë arti, kati dy do të jetë për aktivitete sportive, ndërsa çatia do të jetë një hapësirë multifunksionale në natyrë. Ku levrojtimi do të ketë funksion në informues për turistët, një platformë panoramike, bar, sallë për aktivitete dhe hapësira teknike ndihmëse. Punimet pritën të përfundojnë deri në qershor të vitit 2026 dhe ky projekt financohet nga një kredi e Bankës Botërore me vlerë 63.8 milion euro dhe përfshin dhe qytete si Berati, Gjirokastra, Përmeti dhe Saranda. Alba Konstruksion ka qenë vazhdimisht një nga përfituesit të rregullt të tendrave publik, sidomos nga FSHZ dhe Bashkia e Tiranës, duke ngritur pikpyetje mbi konkurrencën reale dhe proceset e prokurimeve publike.